Bashkëshortët po ashtu duhet të dinë se Allahu gruan e krijoi të jetë mbreje dhe qetësi për burrin e saj. Allahu Azza wa Jall thot: "Është ai që ju krijoi nga një njeri i vetëm, prej të cilit krijoi edhe bashkëshortën e tij, që të gjente qetësi tek ajo. Sikurse njeriu që shtëpinë e tij e merr si vend strehim dhe mburoj, që e mbron prej të nxehtit dhe të ftohtit. E kështu me radhë, po ashtu gruaja për burrin e saj është vend strehim, ku e gjen kënaqësinë dhe qetësinë shpirtërore, dhe në afërsinë e saj gjen shoqëri dhe miqësi. Pra, ata dy janë mbulesë dhe mburoj për njëri tjetrin, ashtu siç na rrëfen edhe Allahu Azza wa Jall. Ato janë petk për ju e ju jeni petk për ato. Burri duhet ta dinë se gruaja duhet fisnikruar e nderuar dhe se nuk lejohet nënçmimi dhe ofendimi i saj. Allahu burrin e ka urdhëruar që gruan e tij ta strehojë aty ku banon ai vet. Ta ushqej me atë çka ushqehet vet dhe të veshmbath atëherë kur veshmbathet vet. Allahu Azza wa Jall thot: "Le të banojnë aty ku banoni edhe ju." I deleguari Allahut alayhi salatu wassalam, kur u pyet prej Muavije ibn Hide se çfarë të drejtë mund të kërkoj gruaja prej burrit të saj, u përgjigj: "Ta ushqej ashtu siç e ushqen veten, ta vesh ashtu siç e vesh veten, të mos i moshoj në fytyrë, të mos e nënçmoj dhe të mos largohet prej saj përveç brenda shtëpisë, pra të mos ikë." Po ashtu në jetën e tyre bashkëshortore, duhet të mbisundoj toleranca e ndërsjellë bashkëshortore dhe të mbisundoj dashuria dhe mëshira. Allahu Azza wa Jall thot: "Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë." Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë.